Është e qartë, por nuk kanë dalë gjithë aktorët. Po, unë mendoj, unë kam quar 7 persona, e dyta, ne kemi një rast. Jo, vetëm të qëndro këtu, se pastaj do vetëm ta shpërndaj pak dhe do të jap fjalën. Po mirë. Avokat? Tani, Romeo thot dhe flet për detaje se mbase është në brëndësi të çështjes. Jo, në brëndësi komplet të çështjes. Po, është denoncues si çështje. Kam palu për atë Dakor. Arbitrazh, ato dhe tjera, bashkë me privatizimin, janë fiks 1.200.000 faqe. Që i kemi parë, se një nga provat ka qenë 150.000 faqe. Si është vërtetuar, do doja të bëj një pyetje, korrupsioni të paktën për episodin e parë, do nëse ty shpreh dhe keq Spaku, se thot fitoj 6.5 milion euro. Si shprehet gjithmonë. Spaku proceduralisht si rregull shpesh herë shprehet keq. Aty dyshohet se fitoi duhet. Pikë parë është akoma dyshim, se Spaku ka çuar kërkesën në gjykim dhe ai nuk është ju sapo e thatë dhe postulatin që prezumohet i pafajshëm derisa të marrë vendim në formë prerë. Tani është përpara një gjykate që po gjykohet për disa vepra penale dhe në këndvështrimin tim personal abuzivisht po mbahet për më shumë se një vit e disa muaj në masën ekstreme të sigurimit personal, si kur thua ti se çfarë do bënte Ilir Meta po të ishte jashtë. Se çfarë do prishte në këtë fazë procesit, nuk e di. Përsa i përket pjesës së korrupsionit, cilat janë elementët që sipas teje çojnë te korrupsioni Ilir Metës? Është kapur Ilir Meta me para, se ju dini fare mirë që vepra penale kërkon ca specificitete që të arrish tek ngritja e faktit penal dhe te akuza pastaj. Dini ndonjë gjë ju që Meta të jetë kapur me para të marra dhe për ty dhe për mua mund të thot pap caca, mund të thot kolegu Karanxha që kemi marrë lek nga dikush, jemi korruptuar nga dikush. Në qoftë se ajo nuk vërtetohet, mbetet në këndvështrimin. Do japim dyert ne për gjithë ato. Nuk kam bërë asnjëherë për këtyre korrupsion. E lëm kështu. Tani unë po flet rast të tjetër tani. Me kemi Metën themun. Meta ka marrë 6.5, dyshohet se ka marrë 6.5. Jo, se parat e ka marrë. Ky zotëria ku i ka marrë? Qënë ti kur i ka marrë? Ku të ka thënë? Nëse si jam unë në gjyqë, unë të shkoj të ballafaqohem. Jo, mirë, dakord. Edhe Metën para me nuk e mbrojnë gjithë avokatët e Shqipërisë. Tani të ta them unë tani, një nga rastet. Romeo, ti do jesh në gjyq. Nuk është çështje mbrojtje. Çështje ti po bën një atë. Unë për herë se më ka marrë malli për të. Tani ata vazhdojnë të japin një. Po, jepi përgjigje avokat, po. Një nga ato që thuhet, që ka thonë me 10 herë në sy tim Elvis Mataj, me një çantë kafe, o 200 milion lekë shqiptare, o 200.000 euro, po kjo është shifra, po mu mos jemi sigurt ke monedha. Por ishte me 1.4, thua ti, që ishte... Nuk rëndësi. Po hajtë më pëse ka një 5 vjetë burë për i celular. Jo më nuk quen 200.000 euro, për të mbarojnë të. Dakord. Ti thu këshu, them këshu. Dakord. Zotëria Ismaila ja ka quar tek vila e ti ku ka qenë në Berlini, në blok. Gjithu për shtë zbiri. Në ishtë blok, po. Te vila e kujt? Te apartamenti Metës, që ka qenë një si vil, palat, nuk që ka qenë një Mos është apartamenti Monikës. Po qanë si e ka se ku ti është, po të ku e ka qohë. është vëndi ku ta e ka thënë Ismailaj? E ka thënë Elvis Mataj, personin që merre me financat e Dias. Ai merre me financat. Një drejtor tjetër ka qenë që merre me punë operative me e vërteton Elvis Mata këtë gjë. Si do ta vërtetoj? Tani po them këtë që po të them, ai e vërteton ai me ato financat e veta. Mund të thotë dhe mua pas me çantë në një gjë. Gruaja e Ismailit ka thonë vet se ti edhin poshtë prova, edhin poshtë intervista në gjendje të lirë, me vullnet vet, që Meta e bënte presion gjithmonë edhe për fushata, edhe për punën e vendimit të erë që ka dalë. Unë këto i kam konstatuar gjitha, kur i kam bërë nga ana kronologjike. Ka qenë intervista e saj, që më shafruar, unë se kam ditur që ekziston nga intervistë. Pikërisht, në 23 ose 24 korrik, vit 2017, kur ati u bë ceremonia. Ai si besimtar, më merr nga Bruxelles në telefon, e thot, shimo ku kemi arritur, thot, që po zgjedhin të president, dhe ma ka afruar të zbardhur, do t'jap edhe videon, thot. Dhe pas